kjo aspekti kombëtar mo tash dihet se qysh kemi përfunduna me fshinje tonë, por në aspektin sportiv, se unë e shoh ma shumë se një kombinim për me arrit një fitore, neve na është dashur edhe që ky vrulli, që kjo sinergjia bashkë me tifozët, që me kriju një atmosferë që me mposht kombëtarën serbe në aspektin psiqik mas pari, mandej edhe në fushën e lojës. Në aspektin sportiv besoj që Serbia në një nuancë është ma cilësore. Duke po formacionin tash që postoj edhe lindi, Shqipëria dhe më thonë nuk fillon me të mirët e saj me emra, ka disa ose mungesa ose ka po të arsyeshëm treneri Silvinjo që të startoj me disa të tjerë, si do që të jetë që kjo sinergjia nuk është kriju mjaftueshëm, jam skeptik që mund ta fitojmë këtë lojë, ose mund ta nxjerrim në rezultat pozitiv. Shpresoj që